Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Binjakëve. Do bëjmë leximin e javës. Jo që vlen vetëm për këtë javë, por që nga që lexojmë çdo javë, është i freskët i kësaj jave, të themi që po vjen. Të dashur Binjak. Titullin e këtij leximi të vë: Koha nuk të pret. Vepro nga qartësia, jo nga kurioziteti. Të dashur, 4 të ajrit, që kam si letër të parë, tregojnë një periudhë të reflektimit të thellë, por edhe të ngadalësimit të tepërt. Po mendon shumë, po ndjen shumë dhe po vepron pothuajse fare. Dhe në këtë ngërç mes të menduar dhe të jetuarit po humbet shumë mundësi. Ka gjëra që i di tashmë absolutisht, por s'ke bërë ende asgjë me to. Vajza e ujit të fton të ndalesh dhe të pyesësh veten me ndershmëri, apo zgjedh se je me butë me veten time, apo po e përdor ndjeshmërinë si justifikim për të mos vepruar. Ke ndjenja që ke frikë ti përballosh dhe ato po të mbajnë me një farë mënyrë të lidhur në vend, që tashmë kanë kaluar kohën e tyre, kanë skaduar, të dashur Binjak. Në qendër të leximit kemi është well of medicine, shërimi i medicinës ta quajmë. Është një pikë kthese që s'të pret, universi po të sjell mundësi aty. Një ndryshim, një cikël të ri, por do të duhet të lësh dorë nga ajo apo të heqësh dorë që po të jep siguri të përkohshme. Nuk mund ta përqafosh të rren pa u çliruar nga e vjetra. Absolutisht nuk mund të bësh diçka të re pa e u çliruar nga ajo e vjetra. 6 të tokës është thirrje për të balancuar dhënien dhe marrjen, po jep shumë nga energjia jote mendore dhe emocionale, por çfarë po merr realisht? Ky është momenti për të krijuar reciprocitet. Atë çfarë duke menduar dhe ta vësh në punë. Nuk ka gjë më humbje të vetes tonë duke ditur gjithë ato gjëra, duke patur gjithë ato aftësi dhe mos të bëjmë asgjë me ato që kemi në dorë, në mendje, në forcën tonë. Për të ndërtuar lidhje dhe projekte ku nuk je gjithmonë ai apo ajo që mban gjithçka. Dhe pastaj vjen ajo që s'fal, transformimi, vdekja. Ky është fundi një periudhe që nuk të shërben më. Qëllimi i kësaj jave nuk është ta kuptosh më mirë, por ta mbyllësh me dinitet dhe të hapësh derën për një version të ri të vetes, të situatës, të personit, çfarë do bësh më tutje. Ky është ai transformimi që ju pret. Ti nuk ke më luksin të shtysh zgjedhjet që e di se duhet bër. Dhe koha ka ardhur tani. Çfarë do ju këshillojnë, apo çfarë po ju këshillojnë letrat për këtë javë? Ndalo se menduar gjatë për një çështje që e ke kuptuar tashmë, e di, e ke stënë menduar. Vepro. Vendos një kufi me dikë apo me diçka që të kullon, që të shterron emocionalisht. Pranon një fund që e ke zvarritur, e ke anashkaluar, e ke tepruar së prituri apo vepruari. Jepi fund një fundi që të çon në liri. Jepi fund. Më dëgjoni, një fundi, do thotë është fund, pa s'ka më. Jepi fund, pra një fundi që të çon në liri. Krijo një hapësirë ku dhe ti të marrësh, jo vetëm të japësh mendime, lodhje dhe pasgjë pa vepruash, kur vepron dhe merr, absolutisht. Bëj një hap praktik drejt një mundësie që të vjen, edhe nëse nuk ndihesh gati. Ky është guximi, kur s'dim përgjigjen, kur s'dim çfarë na pret atje, të bëjmë veprimet tona. Gjithmonë kam zgjedhur dhe do vazhdoj të bëj këtë gjë. Dua të pendohem, dua të zhgënjehem atje, por nuk dua të zhgënjehem dhe të dështoj ndoshta, por jo të pendohem, pse se bëra. Më kuptoni? Kjo është guxim. Mesazhi i gjithë leximit juaj është: nuk ke nevojë për më shumë informacione për të ecur përpara. Ke nevojë për më shumë guxim për ta bërë, të dashur Binjak. Koha është tani, qartësia është këtu, hapi i radhës është i joti.
Është sikur të luash me dike shah apo dhe vetëm personi të hedh dhe ju të prisni. Prit se unë akoma jam aty, nuk jam nuk di si të duhet të veproni, të dashur binjak, dhe tani.